Oke, po më pëlqen që po e nisë gjithmonë me humor bisedën. Nesër është paralajmëruar një marsh më i madhi deri tani në mbështetje të katërshës e cila po gjykohet në Hagë. Është gjithçka gati, çfarë prisni? Jeni sigurisht i afërt me gjithë organizimin. Po, platforma Liria ka emër, që është një platformë jo politike, për herë të dytë po organizon një marsh për drejtësi, por kësaj radhe me që jemi në fund të procesit gjyqësor kundër krevët të UÇK-s, i cili është ballafaqu me shumë padrejtësi, me shkelje flagrante të drejtave të njerëzit, të ligjeve, të konventave ndërkombëtare. Unë besoj që nesër do të jetë marshi më i madh historik që ka ndodhur në Republikën e Kosovës, një marsh i cili për herë të parë na bashkan dhe na përbashkan. Sepse deri nesër, në farë forme, ajo që na ka bashku, sidomos neve politikanëve, ka qenë vetëm qielli. Po nesër unë besoj që është një ditë, një datë, përveç që është përvjetori i shpalljes së pavarësisë së Kosovës, është një ditë që kam i bashku krejt partitë politike së bashku, krejt organizatat jo qeveritare së bashku, nga shoqatat e peshkatarëve deri te udhëheqësit dhe krerët e shtetit, deri te udhëheqësit e partive politike, madje edhe nga Shqipëria edhe Maqedonia, kështu që është një manifestim i jashtëzakonshëm me një mesazh shumë të madh, dhe mesazhi është për krerët e UÇK-s që ata nuk janë vetën, se pas tyre është një popull i tërë, sepse qytetarët e Kosovës tashmë janë bind që në Hagë nuk ka qenë një proces kundër individëve, po ka qenë një proces për me tentu me rishkru historinë e Kosovës dhe populli i Kosovës gjithmonë në për histori, diçka që e ka zgju, diçka që e ka qitë në rrugë, diçka që e ka me qenë edhe me udhëheqë rezistenca, ka qenë padrejtësia. Sepse këtë dhembje në padrejtësisë mas shumë të kumë pa të familjet e krerët të UÇK-s, po edhe ata që kanë qenë në Hagë. Dhe nga gjitha dhembjet, duke se dhembja e padrejtësisë është dhembja më e thellë edhe më intensive, të cilët familjet e krerët të UÇK-s e atyre që kanë qenë në Hagë në këto 5 vite e kanë përjetu, po bashkë me ta e kemi përjetu edhe na si popull. Artan, pse është e rëndësishme që kjo protest të jetë qytetare dhe jo politike? Sepse tek e fundit, politika ka vendosur për gjykatën. Po, unë mendoj që është shumë e rëndësi që një protest e tillë me qenë qytetare, sepse kjo ka disa efekte. Efekti i parë është që për herë të parë e kemi një platformë edhe kemi një marsh i cili i përbashkan krejt elitat e partitë politike dhe popullin e Kosovës. Sepse në këto vitet e fundit, ne si politikanë fatkeqësisht kemi arrit disa më shumë e disa më pak me përqa popullin e Kosovës, dhe nesër është një platformë perfekte për mu përbashku. Kjo është një element, si me thonë, si përfaqësor, po shumë i rëndësishëm. Elementi kryesor është që atje nuk po gjykohet historia e një partije politike. Ase PDK-s, ase vetëvendosjes, ase LDK-s, ase AAK-s, ase partive tjera. Atje po gjykohet shteti Kosovës, i cili 18 vjetë më parë është shpallur, dhe i cili i ka vetëm 18 vjetë, dhe atje po mundohet që të krijohet një farë baraspeshe me skrimeve barbare dhe gjenocidit që ka bërë Serbia dhe krimeve të pretenduara prej UÇK-s. Prandaj, pjesëmarrja e të gjithëve, jo vetëm e partive politike, po dhe të popullit të Kosovës. Dhe nesër, ne do të jeni dëshmitar. Unë do dalë me prindë të mi, me babën tim që i ka 85 vjetë. Sepse ai, edhe pse i shtyrë në mosh, ai ka thonë që unë ku me dalë me ditë që mbes në shesh ato. Nana që ka 78 vjetë ka me dalë. Gruaja ime, Teo dhe Rej, dhe unë kam parë sot me komunikim me shumë shok, edhe me qëtë mi, shumica kanë me dalë me familje.
Edhe unë mendoj që kjo është mesazh tepër